Ju nga tjeta, gjithmonë në thonë se lufta e ardhshme do tjetë e pastër, silikon, satelit dhe algoritme. Por historia është një mësuese cinike. Në vitin 1914, mendonim se tanku do ta bënte luftën më të shpejtë. Përfunduam në baltën e llogoreve për 4 vite. Sot, ndërsa bota mahnitet pas dronëve, ne po injorojmë lëvizjen më të vjetër në tabelën e shahut në gjeopolitikën e tokës. Pse po e bëjmë këtë? Arsyet janë të shumta, por ejanit kuptojnë pak më shumë. Izraeli nuk po luan për sot, ai po luan për shekullin. Analistët e Foreign Policy dhe Institutit Chatham House po vërejnë një model që i ngjan momentit të 1967-s. Ky nuk është thjesht një operacion sigurie. Ky është realizimi i projektit të Izraelit të madh, Eretz Yisrael, Izrael. Një mundësi që vjen një herë në jetë, ku vakumi i fuqisë rajonale dhe mbështetja e pakushtëzuar e Washingtonit krijojnë stuhinë e përkryer dhe momentin më të rëndësishëm për të krijuar valën e Izraelit të madh. Tani duhet bëhet, mendojnë në Tel Aviv, dhe nëse nuk bëhet tani, nuk ka për të ndodhur më kurrë. Është duke u diskutuar fuqimisht edhe programi bërthamor i Iranit, i Izraelit, i cili brenda 15 minutave, me armët bërthamore që Izraeli ka, dhe që botën po e bind se duhet të ndalojë Iranin të ketë armë bërthamore, Beiruti, Damasku, Kairo, Riadi dhe shumë nga vendet e Gjirit shuhen për 15 minuta me fuqinë bërthamore të Izraelit. Pyeteni pak veten, përse në Washington ka një heshtje të madhe lidhur me këtë? Sipas raportimeve që na vijnë nga The Intercept dhe Politico, brenda Partisë Demokratike po zihen një luftë civile. Mendonim se kishte luftë civile vetëm brenda MAGA-s, brenda kampit të Trumpit dhe brenda Make America Great Again. Luftë civile është duke ndodhur brenda Partisë Demokratike, por kupola tashmë në këtë moment është e ngrirë. Nëse do të donin vërtet të fitonin zgjedhjet e midtermit, ashtu siç ishte parashikuar, dhe ashtu siç kishin njoftuar, ashtu siç po flasin dhe mediat që janë pranë Partisë Demokratike, do të kishim një plan krejt tjetër. Do të dërgjonin 70% të bazës së tyre. Demokratët, me sa duket, kanë vendosur edhe ata të mos dëgjojnë bazën e tyre. Në qoftë se vërtet demokratët do të ishin të interesuar për të fituar zgjedhjet e midtermit në nëntor dhe më pas 2 viteve zgjedhjet e ardhshme presidenciale, do të duhet të dëgjonin 70% të bazës së tyre. Çfarë kërkon baza e demokratëve? Kërkon armë pushim dhe ndalje të luftës në lindjen e mesme. Ne po të donim dhe po të ishim në një projekcion për të larguar Trumpin, do të shihnim protesta të ngjashme me stilin e vitit 1968, kur populli amerikan u ngrit dhe u derdh i gjithi në rrugë kundër luftës së Vietnamit. Por jo, establishmenti ka bërë një pakt me sa duket, Deep State i ri dhe Deep State i vjetër. Nga Cory Booker të krahët më radikal të MAGA-s, Make America Great Again, vota është unanime. Më shumë buxhet, më shumë autoritet ekzekutiv. Sipas një raporti të Center for a New American Security, CNAS, ky financim nuk është për mbrojtje, por është për atë që quhet pre-positioning. Ata po i mbushin magazinat sikur po përgatiten për një Big Bang të ri në lindjen e mesme, duke i dorëzuar administratës së ardhshme amerikane një makinë lufte me motorin e ndezur që vazhdon të mbushet me karburant. Ndërkohë Europa po vdes dhe po tretet, dhe nuk po vdes nga jashtë, po kalbet nga brenda. Agjencia Reuters dhe Deutsche Welle kanë raportuar javët e fundit një kthes rënqëse. Gjermania tashmë po diskuton hapur rikthimin e rekrutimit ushtarak. Ministri Boris Pistorius ka qenë shumë i qartë.
duhet të jemi gati për një luftë deri në vitin 2029. Madje, në ditët e fundit dhe në javët e fundit, ne ju kemi treguar dhe kemi folur për ligjet e reja të cilat herë janë miratuar, por edhe kanë qenë në presion të madh. Ku të rinjt gjerman nuk lejohet nga një moshë e caktuar deri në një moshë caktuar të largohen nga Gjermania pa marrë lejen e shtetit. Por, shikoni pak paradoksin e think tankut European Council for Foreign Relations. E quan vetvrasja e identitetit këtë situatë. Pra, këtë moment të Europës e quan si vetvrasje të identitetit. Europa është duke kryer vrasjen e identitetit saj, sipas think tankut europian. Emigracioni që ka shpërthyer dhe ka shkatruar tërësisht strukturën sociale është një nga faturat që do të paguhen dhe që po ndikon drejt për së drejti në ndryshimin e strukturës kulturore dhe sociale dhe politike të Europës, përveç ekonomisë. E vërteta që askush nuk guxon ta thotë në Bruksel sot. Politikanët nuk u besojnë emigrantëve me fe të tjera, veçanërisht muslimanët, sipas Deutsche Welles dhe Reutersit, nuk i besojnë atyre emigrantëve përgjithsisht muslimanë që vinë nga bota, nga lindja e mesme, për të mbajtur armët e shtetit dhe për të bërë pjesë e ushtrisë. Ndërsa rinia vendase në Europë është në zhdukje e sipër. Një kontingjent që po plaket pa energji që të lindë dhe të sjellë fëmijë të ri në jetë. Kriza e energjisë me Rusinë është po aq e rrezikshme, po aq e madhe dhe kjo po e bën ekonominë europiane një ekonomi që po deindustrializohet më shpejt se sa mund të printoj para Banka Qendrore e Europës. Ky proces është tejet i rrezikshëm dhe nga ana tjetër, Rusia nuk ka nevojë të marshojë drejt Berlinit. Siç shkruante dikur gjeopolitika ruse, pse të pushtosh një shtëpi e cila është duke u djegur vetë dhe i ka rënë flaka. Të flasim pak për Iranin. Raundi i parë ishte një shok për Pentagonin. Wall Street Journal zbuloi se saktësia e raketave iraniane dhe aftësia për të paralizuar mbrojtjen ajrore ishte më e lartë se parashikimet e inteligjencës amerikane. Edhe presidenti Donald Trump në një moment sinqeriteti brutal e pranoi hapur. Irani nuk është Iraku i vitit 2003 dhe ne duhet ta kishim bërë këtë llogari. Por raundi i dytë, ai nuk do të jetë luftë frontale. Raundi i dytë, sipas Rand Corporation, plani i ri amerikan dhe raundi i dytë kanë 3 boshte vdekjeprurse. Asfiksia detare nuk do të ketë vetëm sanksione në letër, flota e 5 e SBA-s do të zbatojë një blokadë totale, zero fuqi nafte. Të paktën, ky është plani në letër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ballkanizimi i brendshëm i Iranit, raportet e Amnesty International dhe BBC Monitoring tregojnë rritje të tensioneve në Kurdistan dhe në Sistan-Blushistan. CIA dhe Mossadi izraelit nuk kanë nevojë për ushtar. U duhen vetëm proksi lokal për ta djegur Iranin nga brenda dhe shpërthimi i këtyre oazeve demografike dhe etnike është pjesë e strategjisë. Goditja e grupit zero, jo më objektiva ushtarake, por infrastrukturë civile, rrjeti elektrik, serverat bankar, nyjet e ujit. Qëllimi, kaos total social që detyron gardën revolucionare të kthej armët nga populli i vet dhe të çojë Iranin në luftë civile. Por këtu është dhe kyçi që askush nuk do t'ju thotë. Lufta kushton, një raket interceptor kushton $2 milion. Një dron iranian kushton 20.000. Matematika nuk del. Bloomberg paralajmëron se një konflikt i hapur në ngushticën e Hormuzit do ta çonte naftën në $150 brenda 48 orëve. Dhe këtu
vim në një moment të dytë shumë të rëndësishëm dhe hyn loja e dyfisht e Iranit që është duke e kryer. Nga njëra anë, presidenti dhe diplomacia që flasin për durim strategjik, dhe nga ana tjetër, Ali Khamenei dhe pasardhësit e Ali Khameneit dhe garda revolucionare atje që kontrollojnë 30% e ekonomisë iraniane. Ata nuk janë thjesht ushtarak, ata janë një korporat gjigande të cilët përfitojnë nga ky moment. Sa më shumë Izraeli dhe Amerika të shkojnë drejt luftës, aq më shumë Irani do të hidhet në krahët e Kinës. Al Jazeera raportonte se marrëveshjet 25 vjeçare Pekin-Teheran po e kthejnë Iranin në një pikë karburanti të mbrojtur nga fuqia kineze, dhe kjo është tashmë evidente dhe Kina ka shumë interes ta mbrohet. Por në fund, mos u gënjeni nga flamujt apo nga doktrinat dhe ideologjitë. Kjo nuk është një luftë për demokracinë as për fen. Kjo është lufta për atë që mbetet nga burimet e botës, naftë, gaz dhe mineralet rrallë. Izraeli po kërkon hapësirën e tij jetësore, Washingtoni po kërkon të ruajë hegemoninë e dollarit amerikan. Europa thjesht po përpiqet të mos harrohet nga historia dhe të mos bëhet një e shkuar në librat e historisë. Pyetja është sot: nëse do të ndodh, kur do të ndodh dhe kur raketat e para do të ndriçojnë qiellin e Teheranit në raundin e dytë apo të Tel Avivit, dhe mbani mend, ky plan është shkruar vite më parë në zyrat e mbyllura të think tankeve, të cilat pjesa më e madhe e njerëzve nuk i njohin. Gjithçka është gatuar shumë më herët. Dhe këtu, në mesin e kësaj loje të madhe, kthehemi tek realiteti ynë shumë shkurt shqiptar, tek Pax Albanica dhe marrëveshja e fshehtë Rama-Berisha. Në ekranet e televizioneve ata janë në luftë, Rama flet për kufoma politike, Berisha bërtet për narkoshtetin. Por, nëse fikni zërat e televizioneve dhe ndiqni vetëm hartat e pasurive, do ju shfaqet një realitet tjetër. Një realitet ku vija bregdetare e Shqipërisë nuk është thjesht një moment turizmi, por monedha e një pakti të heshtur, Rama-Berisha. Dhe tani, unë do ju shpjegoj shumë shkurt pa ju marrë kohë. Botën e re, Pax Albanica, një skenar ku konflikti publik është thjesht një zhurmues akustik për të mbuluar zhurmën e betoniereve në jug të Shqipërisë. Ndërsa ju shihni teatrin në parlament apo fermën VIP, prapa skenës po ndahet torta më e madhe ekonomike në historinë moderne shqiptare. Toka juaj dhe toka e Bregdetit shqiptar në një pak të heshtur. Bregdeti është zona e fundit e lirë e pazarit Rama-Berisha. Raportet e rrezikut nga institucione si Transparency International ngren një pyetje bombë të madhe sot. Si ka mundësi që pavarësisht përplasjes titanike të ashpër mes Ramës dhe Berishës, projekte strategjike në Bregdet lulëzojnë pa u penguar nga asnjë krah politik? Ndërtimi vijon. Pretendohet se lejet e ndërtimit në jug janë kthyer në pika takimi të interesave të përbashkëta. Rama-Berisha. Ky nuk është një konflikt mes të majtës dhe të djathtës. Ky është një kartel ekonomik. Lejet për resorte dhe statuset e investitorit strategjik dyshohet se përdoren si monedhë politike për të blerë heshtjen ose bashkëpunimin pranë e grupeve pranë opozitës. Dhe kjo është duke ndodhur me shpejtësi. Lajmi më i fundit ishte leja e një kulle shumë katëshe për djalin e ekranit Donald Veshaj. Përveç të tjera emrave, gazpaja e të tjerë, të cilët nga aktor portukallie dhe njerëz pranë vajzave dhe grave të bukura të establishmentit dhe të elitave në Tiranë u bën investitor miliarder strategjik. Sistemi është i thjeshtë. Rama kontrollon firmën, por përfituesit shpesh kanë lidhje të vjetra, të fshehta, të cilat i kapërcejnë gardet partijake. Njëra dorë lan tjetrën dhe të dyja bashkë mbajnë të bllokuar çdo alternativë të re politike që guxon të hyjë në lojë. Loja e tyre
është e dalë boje. Po pse tani? Pse ky afrim i fshehtë në tymin e luftës mes Ramës dhe Berishës? Përgjigja ka 4 shkronja, S, P, A dhe K. Për herë të parë, kastra e vjetër e Tiranës ndjehet e rrezikuar nga një fuqi që nuk e kontrollon dot plotësisht, edhe pse ja kanë dalë ta bllokojnë spakun deri tani dhe ta shantazhojnë dhe një pjesë të madhe ta kontrollojnë, ata kanë frikë se në një moment apo në një tjetër, sapo të qetësohen pak ujërat ndërkombëtare, Washingtoni dhe Berlini të vinë me kamxhik dhe me shpatat e tyre, dhe ata do të shkërmoqen brenda natës, një lloj siç u shkërmoq ortaku i tyre të cilin e lanë brenda dhe e kanë futur në kafaz Bregjani. Kërcënimi i prangave është aty dhe ata nuk e ndalojnë dot, sepse ata nuk kanë fuqi të jenë lojtarë në ekuilibrat e ri gjeopolitik global dhe në hartën e re të botës. Ndërkohë elitat e mëdha, Pentagoni, Washingtoni, Brukseli, Londra dhe qendrat e mëdha të politikës botërore, ndërkohë që do të ruajnë luftën e tyre dhe do ta bëjnë atë për dominancën e sa më shumë pjesëve të botës, ata do të çojnë në satër të gjithë lojtarët e vjetër të cilët i prishin imazhin establishmentit dhe rendit të ri botëror, i cili apo pamjet e para apo pikat e para të cilit do t'i kuptojmë menjëherë sapo presidenti Donald Trump të fluturojë në Pekin shumë shpejt. Ky është instinkti i mbijetesës i elitës së kalbur politike të Shqipërisë, Rama Berisha, i cili është aktivizuar tani me shpejtësi të rrufes. Rama dhe Berisha nuk po mbrojnë ideologjitë as popullin opozitar, po mbrojnë sistemin. Një sistem që bazohet në ruajtjen reciproke. Ata e dinë se nëse bie njëri, tjetri mbetet i ekspozuar. Ndarja e pushtetit lokal dhe kontrolli i bashkive bregdetare shërben si një bunker ekonomik për zgjedhjet e ardhshme lokale. Ata po ndërtojnë një mur të fortë, Rama dhe Berisha, për të mbajtur botën jashtë, mur mbrojtës me resorte dhe projekte miliarda eurosh, duke u thënë ndërkombëtarëve, ne jemi stabiliteti, pa ne këtu ka vetëm kaos. Ky është shantazhi i tyre i fundit ndaj historisë, ndaj shqiptarëve dhe ndaj elitave botërore të cilat do t'i shkërmoqin për llogaritë e tyre. Përplasja Rama Berisha që shihni çdo natë në emisione është fasada e një godine që po riparohet prapa shpinës tuaj. Është një bashkëjetesë interesi ku territori, ekonomia dhe drejtësia po shkëmbehen në tavolina të fshehta të cilat ju nuk i shihni dot me sy të lirë. Ata na shesin luftë që të konsumojnë urrejtjen tuaj, ndërsa ata që konsumojnë janë konsumuesit e bregdetit tuaj. Sistemi politik shqiptar nuk po ndryshon. Ai po përshtatet për të mbajtur jashtë çdo frymë të re, çdo alternativë dhe çdo person që nuk pranon rregullat e këtij pakti të fshehtë Rama Berisha. Po ndajnë bregdetin tuaj. Pyetja që mbetet për ju nuk është në cilën anë do të mbani, por a e kuptoni se të dyja anët janë në të njëjtën anije dhe ajo anije sapo është ankuruar në jugun e Shqipërisë, ku po ndahet prona e radhës, pasuria e radhës e shqiptarëve. Ata janë bashkë për të ndarë pasuritë tuaja dhe janë bashkë të vendosur deri në fund për të bërë betejën e përgjakshme me elitat, të cilat do t'i shfarrosin, sepse sistemi i madh i botës është më i rëndësishëm, më i fortë se sa sistemi që ka ndërtuar Rama dhe Berisha dhe Ramiz Alia në Tiranë. Mirë dëgjofshim shpejt.